Zotin Fation Softa, ekspert sigurie, për të marrë një opinion për gjithë shka, për çollëm në këto momente dy ngjarje vërtet rënda, njëra për cilave fatale, por edhe për protestën e opozitës disa minuta më vonë për masat e sigurisë nga ana e policisë së shtetit. Zoti Softa, të përshëndes dhe të falenderoj. Besoj në ndoqe dy ngjarje të rënda, njëra për cilave me fatalitet, konflikti midis të rinjve ka rezultuar me vdekjen e një personi si pasojë e përdorimit të mjeteve prerëse. Sigurisht që çdo ngjarje që ka viktima apo ka të plagosur është një ngjarje e rëndë, pavarësisht nga motivet dhe rrethanat në të cilat ato kanë ndodhur. Sigurisht që do të jetë grupi hetimor marrja e provave kryesisht të kamrave dhe dëshmitarëve për të krijuar profil të motiveve për cilën ka ndodhur ky konflikt. Ka qenë një konflikt banal, konflikt i çastit apo konflikt që ka ardhur si lloj e mbartjes së problematikave që ka. Fakti që kanë mjetet thika apo sende të tjera mund të jenë të ambienteve të lokalit apo janë vetë armatosur, pra këto të gjitha do të jenë rrethana që do të jenë pjesë e hetimit për të përcaktuar dhe sigurisht ai ju tha historia apo historiku që ka nëse ai ka precedent, është një person në mbikëqyrje policore apo është person me dhëna të mundshme që ka apo mund të ketë aktivitete nga i cili ka buruar edhe ky konflikt. Qartë. Ndërsa rasti tjetër që mund të themi konflikt familjar, ai sa ka dhëna që ju i thatë paraprakisht për opinionin publik, sigurisht duhen parë edhe rrethanat dhe nëse është armë zjarri, kush e ka pasur armën e zjarrit, dhe pavarësisht se kush është motivi, fakti i armës dhe mbajtjes armës që kërkon të hetohet. Zoti Softa, patjetër që janë dy ngjarje për cilat deri në momentin që flasim kemi pak informacion. Do të presim edhe do të kuptojmë diçka më shumë, po të paktën pamje të parë për ju si ekspert sigurie, çfarë do të thotë që një i ri në mes të ditës le të themi në një zonë shumë të populluar, shumë të njohur të humbi jetën në këtë formë, si pasojë një konflikti të tillë dhe përdorimit të mjeteve prerëse. Çfarë tregon kjo? Nuk është rasti i parë ku midis të rinjve ka konflikte. Kjo ka filluar që nga moshat e vogla edhe deri tek pavarësisht nga mosha, konflikte të cilët vijnë për shkak të vetë agresivitetit të jetës, për shkak të problemeve të ndryshme që vijnë dhe për shkak të ngarkesave që kanë, sepse çfarëdo lloj konflikti nuk ka pse të përfundojë me përdorimin e sendeve, si është thika armë ftohtë apo armë të zjarrit, të cilët o plagosin ose marrin jetë, dhe kjo nuk përfundon këtu. Pastaj është ai zinxhiri i akmarrjeve dhe gjakmarrjeve që pson dhe shoqëron fise dhe familje të tëra, pikërisht për një gjaknxësi apo ndoshta për motive të tjera që ende nuk e dim nga kanë ardhur. Nëse janë vetëm konflikte, po themi të konsumit të pijeve alkolike, të konsumit të lëndëve të tjera, apo janë konflikte të bartura që në një moment caktuar ato kanë shpërthyer. Por është gjendja e përgjithshme që edhe për një gërvisje makine, edhe për një fjalë goje, edhe pse po më shikon shtrëmbur, fatkeqësisht në vendin tonë po ndodhin vrasje dhe ngjarje të rënda të këtij dimensioni apo të këtyre dimensioneve që ju po raportoni. Qartë. Zoti Softa, edhe diçka përsa i përket plagosjes në zonën e Deliorgjit, ju me drejt thatë duhet të parë se ku i përkiste arma, si e përveçonte atë e tjera detaje si këto, po si ka mundësi që qytetarët në Shqipëri kanë kaq shumë armë, se të kesh armë në një farë mënyrë ke edhe predispozitën për të kryer akte të tmerrshme në disa rrethana apo jo? Shko, armët vazhdojnë të jenë një shqetësim i madh për popullsinë, sepse ajo nuk është vetëm midis personave që janë në konflikt, po ajo edhe jetë pafajshëm njerëzish të tjerë. Për shembull, fatmirësisht kemi konfliktin midis dy personave, nga të cilët njëri ka mbetur i plagosur, dhe në raste të tjera kemi pasur o kamarieri, o banakieri, o një kalintari ka marrë jetën e personave të tjerë. Dhe ende nuk ka një amnisti lidhur me armën, nuk ka një kontroll më të fortë territori. Vazhdimisht hyn në territor armë, dhe këtë e pam dhe nga aksioni fundit apo operacioni fundit që Policia e Shtetit në bashkëpunim me Policinë e Kosovës arritën të bllokonin një sasi armësh të cilët vinin kryesisht nga Kosova, për atë lloj korridori i kalimit të armëve, të cilët tregonin që nuk ishte
fakti që vajtin në zonën e Fresul, kujtojmë vetëm si ngjarje, tregon që kanë destinacion Shqipërinë, dhe nuk janë vetëm rrugë kalimi për të vajtur në vende të tjera. Pra tregon që tregu i brendshëm dhe nevojat e brendshme për pajisjen me armë të personave të cilët kanë precedent, kanë konflikte apo i mbajnë këto armë, vazhdon të jetë një problem shqetësues. Dhe fakti që armët që po vinë nuk janë më armë të viteve 97, po janë dhe armë të cilët janë të reja kryesisht, të prodhimeve të cilët quhet në thonjza elit, të personave që i kërkojnë armë të shtrenjta, siç ishte Glock, tregon edhe një herë që nevoja për armatosje dhe përdorimi i armëve vazhdon të jetë një rrezik potencial për popullsinë dhe për qytetarët, sepse çdo lloj konflikti që mund të provokohet dhe mund të ndodh, mund të marrë dhe jetë pafajshëm, dhe kjo po ndodh në zemër të kryeqytetit, po ndodh në lokalet më të frekuentuara. Zona e Deli Orgjit ka pasur dhe raste të tjera konfliktesh dhe problematikash të kësaj natyre për shkak të numrit të madh të lokaleve, po ndoshta edhe për shkak të komunitetit të zonës, hapësirave dhe vendit ku është. Nuk e quaj rastësi, po mund të jetë rastësi fakti që policia është e përqendruar kryesisht për mitingun sot dhe përqendrimi i forcave të policisë në një zonë caktuar, duke munguar, po themi, ai densitet dhe i kontroll normal i zonave, mund të ketë krijuar një precedent dhe mund të ketë shërbyer edhe si një shkak nëse nuk ka konflikt të çastit që të kemi këtë situatë me rastin e plagosur tek Deli Orgji. Qartë. Pra, si do që tjetë, ai që mban armë ka më shumë predispozit, le themi, që ta zgjidhë në forma ekstreme një konflikt qoftë edhe të nivelit banal, apo jo? Arma është nxitse, sepse vetë prezenca e saj e mbajtur me vete në automjet apo në trup, është predispozicioni që ai në psikologjinë e personave ndikon gjatë gjithë kohës, mendon vetëm që në çdo moment do të përdorë armën. Pra prezenca e armës dhe mbajtja e armës është premisë që në 80% dhe 90% të rasteve çdo gjë që mund të jetë konflikt banal, predispozicioni i personave për të zgjedhur dhe për ta përdorur armën. Prandaj kontrollin për armët dhe kontrolli sidomos i informacioneve që mund të kemi ndaj personave që mund të jenë në precedent, automjetët që ato kanë, her pas here kanë kontrolluar dhe në rastet që kanë kontrolluar kanë gjetur armë. Dhe prezenca e armëve në automjete tregon edhe një herë për potencialin dhe nuk e dim sa është niveli i armatosjes së një pjesë të popullsisë. Zoti Softa, më lejoj që të përcjell në kohë reale edhe qëndrimin zyrtar paraprak, informacionin paraprak të policisë së shtetit, e cila thot rreth orës 15:40 dyshohet se gjatë një konflikti në rrugën Kongresi Lushnjës është goditur me një mjet prerës shtetasi EP rreth 31 vjeç, i cili si pasojë ka humbur jetën në spital. Rreth orës 15:50 në rrugën e Kavajës dyshohet se gjatë një konflikti është plagosur me armë zjarri shtetasi AK 34 vjeç, i cili ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Policia i ka identifikuar autorët e këtyre dy ngjarjeve, të dhënat të cilave nuk jepen për shkak se hetimi vijon. Punohet intensivisht për kapjen e tyre, ndërkaq grupet hetimore vijojnë punën për sqarimin e rreth të rasteve dhe dokumentimin e plot ligjor të tyre, si edhe për identifikimin e shtetasve të tjerë të dyshuar si të përfshirë në të dyja ngjarjet. Ky është informacioni zyrtar në këto momente nga ana e policisë së shtetit, e cila ka bërë një përmbledhje të asaj që ka ndodhur disa minuta më parë, qoftë në zonën e njohur si ish parku i autobusave apo në atë të Deli Orgjit. Mirë, do të rikthehemi sigurisht këtyre dy ngjarjeve të ndodhura disa minuta më parë, ngjarje patjetër të rënda, njëra për cilave fatale, po doja gjithashtu edhe një analizë shkurtër nga zoti Softa për sa i përket qëndrimit policisë për protestën. Nuk e marrim përsipër. Si duhet ta kuptojmë diçka të tillë, zoti Softa, dhe pse kemi ardhur në këtë pikë sipas jush? E drejta për protest është një drejtë e qytetarit dhe e strukturave politike, dhe politika apo ata që do të bëjnë tubim nuk marrin leje, vetëm bëjnë një komunikim dhe japin vend dhe kush janë organizatorët. Dhe policia e shtetit është e detyruar të realizojë dy detyra. E para të mbarvajtjen e tubimit dhe e dyta ruajtjen dhe sigurinë e objekteve të rëndësisë veçantë të jetës dhe të pronës së qytetarëve apo të ambienteve që janë përreth protestës. Dhe mbi këtë bazë harton një plan masash me të cilin reagon duke ndërtuar perimetrat e saj dhe mbi bazën e perimetrave përcakton zinxhirin komandues, zinxhirin drejtues operacional, numrin e forcave dhe numrin e mjetave.
Policia e shtetit në një moment të tillë, nëse ka dhe si thotë që ka indicie, prova, sipas saj që duke u nisur dhe nga historiku i 2 protestave të fundit, duke u nisur dhe nga paralajmërimet që mund të kemi në momente të përdorimit të mjetave piroteknike, bën këtë deklaratë e cila normalisht nuk është një deklaratë e cila nuk jep lejen apo pengon apo anullon apo nuk lejon mbajtjen e mitingut, por thotë që nuk mban përgjegjësi, pra është një lloj deklarate që nuk mban përgjegjësi për çfarë mund të ndodhë dhe përgjegjësi që mund t'i ngarkohet organizatorëve të protestës. Por nga ana tjetër bën njëkohësisht njoftimin që do të marrë masat patjetër për këtë lloj tubimi që do të organizohet në atë orë të deklaruar nga ora 18, duke di se sa është ajo për cilën ato kanë deklaruar zgjatja e kohës së tubimit. Dhe mbi këtë bazë ka një plan masash, ka një numër caktuar punojësish dhe mjetësh të cilët janë të dislokuar tashmë në këto objekte. Qartë. Zoti Softa, kemi pasur paralajmërimin e ambasadës amerikane 2 ditë më parë për këtë protestë. Na ka tërhequr vëmendjen fakt. Dikush tha se mund të ketë tensione. Tani, çfarë parashikon kur kemi një qëndrim të tillë nga ana e policisë së shtetit? Data 20 shkurt është një simbolik për vetë forcën opozitare, sepse lidhet me historinë e rrëzimit të një sistemi. Dhe si e tillë, një lloj paralajmërimi për rritje tensioni dhe për rritje të agresivitetit të një proteste, patjetër që policia e shtetit ka dhe duhet të ketë informacione të cilët i merr në rrugë operative. Është shërbim informativ, shërbimet e saj civile, depërtimi brenda protestës tek personat të cilët janë dhe mund të marrin informacione për mënyrën se si mendojnë do të jetë ky organizim, dhe ndërtohen 3 skenar. Skenari normal ku protesta mund të jetë paqësore dhe mund të kemi një shpërndarje të kontrolluar. Mund të kemi një skenar të dytë ku mund të jetë përdorimi i shkëputur i përdorimit të lëndëve piroteknike, tendenca për të prishur apo për të thyer atë që quhet kordoni i sigurisë, dhe e treta është përshkallëzimi i situatës dhe reagimi i policisë mbi bazën e ligjit për tubimet në mënyrën se si ajo mund të reagojë ndaj agresivitetit nëse ka veprime nga persona apo nga grup personash drejt strukturave të saj. Është për të parë, sepse njoftimi i saj është paralajmërues, por ambasada amerikane zakonisht ka qenë në praktikën e saj të kahershme, sa herë ka mitingje dhe aktivitete, paralajmëron në veçanti qytetarët e saj që të marrin masa dhe të largohen zonës së tubimit për çdo lloj përshkallëzimi që mund të vijë. Pra është një përkujdesje që është për tu vlerësuar ndaj qytetarëve të saj. Zoti Softa, faleminderit shumë. Të uroj punë të mbarë. Faleminderit juve.